Nemate pravu da zbor, ne bi dalo pravu na zbor. Dhe mua, ne bi dalo pravu na zbor. Nuk ke të drejtën asnjë formë ta vazhdojsh këtë seancë pa më siguruar mua materialet edhe në gjuhën shqipe, ndërkaq ti merre si duash fjalën të cilën unë sapo e thash. Po të lutem në mënyrën shumë korrekte. Këtu ka rregullore si funksionohet. Këtu nuk mund ta çosh tëndën si të të vije qefi. Sepse në këtë rast e drejta qëndron në anën time. Duhet mi sigurosh fillimisht materialet në gjuhën shqipe, pastaj ta vazhdojsh këtë seancë. Realisht këtu bisedohet për strategjinë e cila është titulluar si strategjia kombëtare për mbrojtje nga dhuna për disa vite me radhë, por realisht në kohën që unë prej mbrëm kam bërë përpjekje që të marr materialet në gjuhën shqipe në i-parlament për të njëjtën seancë, nuk e kam gjetur këtë strategji edhe në gjuhën shqipe. Tani, unë nuk e di si qëndron puna me të ftuarit tjerë të cilët janë thirrur nga këshillat lokale, nga komunat, megjithatë unë si deputete e këtij kuvendi nuk kam arritur që t'i kem në dispozicion materialet, edhe pse prej mbrëmi kam kërkuar vetë, ndoshta do t'i gjej të varura në i-parlament, ndërkaq sot kam kërkuar ndihmë edhe nga shërbimet këtu në kuvend dhe nuk kam arritur që t'i kem materialet edhe në gjuhën shqipe. Do me thënë, kjo seancë sot ka filluar pas zbatimin e kushtetutës dhe pas zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërkaq këtu diskutohet për strategji e cila në qendër të vëmendjes dhe fjalët kyçe i ka diskriminimin, dhunën psikologjike, nënçmimin e kështu me radhë. E si duhet ndihem unë si deputete në këtë mes që ndihem e diskriminuar, e pabarabartë, në këtë mes që prej mbrëm duhet të vrapoj pas materialeve dhe ende nuk kam arritur që t'i gjej ato. A ka kuptim të flitet këtu për strategji kundër dhunës, kur dhunë psikologjike bëhet në mënyrë të vazhdueshme, përfshirë edhe mua që jam e zgjedhur e qytetarëve këtu. Kërkoj pauzë derisa materialet i kem edhe në gjuhën shqipe.